Qëndrimi i shkrimtares dhe poetes së njohur Mimoza Ahmeti brenda fermës ka sjellë reagime të shumta në rrjetet sociale, duke e kthyer atë në një nga personazhet më të komentuara. Pas dronit mbështetës që poetja mori nga jashtë, komentet në rrjet u shtuan edhe më shumë, ndërsa disa deklarata të saj me humor për vajzën milionere morën vëmendje të madhe. Mes gjithë debatit, vajza e saj ka vendosur të reagojë publikisht, duke zbuluar një anë të panjohur të Sëm-s, larg asaj që shfaqet në ekran. Në mesazhin e saj, ajo e përshkruan Mimoza Ahmetin si një mama ideale, duke treguar se poetja ka kaluar vite të vështira dhe ka bërë sakrifica të mëdha për rritjen e saj dhe të motrës. Sipas saj, pavarësisht sfidave ekonomike dhe vështirësive të jetës, Moza ka bërë çdo përpjekje që fëmijët të mos ndjenin mungesa, duke i shkolluar në institucione private dhe duke i siguruar gjithçka të nevojshme, shpesh duke hequr dorë edhe nga reatia apo dëshirat e saj personale. Vajza e poetes zbuloi gjithashtu se e ëma ka zgjedhur të qëndrojë për rreth 20 vite e vetme, pa krijuar një martesë tjetër, vetëm për t'u përkushtuar vajzave të saj dhe familjes. Ajo hodhi poshtë paragjykimet dhe kritikat e ndjekësve, duke theksuar se një nënë si Mimoza Ahmeti meriton qiellin plot me drona e parashuta, ndërsa shpjegoi se droni mbështetës erdhi si një shenjë dashurie dhe malli, pasi prej kohësh nuk janë takuar për shkak të angazhimeve të saj në universitet.